Bokseri shqiptar Jurgen Uldedaj ka fituar meçin ndaj kampionit Kamerunas Rolly Lambert Forgum, duke u shpallur kampion bote në versionin IBO, International Boxing Organization. Suksesi arritur në O2 Arena në Londër përbën një moment historik për sportin shqiptar, pasi Uldedaj bëhet bokseri i parë nga Shqipëria që fiton një titull të tillë botëror në boksim profesionist. Ndeshja ishte e fortë dhe e luftuar deri në fund nga të dy boksierët, por shqiptari tregoi qetësi, teknikë dhe përgatitje të lartë fizike, duke dominuar me raunde dhe fituar me merit. Kjo fitore e ngjit Uldedaj në majat e boksit botëror dhe vulos rrugtimin e tij të gjatë në arena ndërkombëtare. I lindur në Shqipëri dhe i formuar si sportist në Gjermani e Angli, ai ka ndërtuar hap pas hapi një karrierë të qëndrueshme dhe të suksesshme. Deri tani ai numëron 21 fitore në karrierë, prej të cilave 12 me nokaut. Uldedaj ka mbajtur më parë disa tituj prestigjioz si WBO Youth, WBC Youth, IBF International, WBA Intercontinental dhe IBO Mediterranean. Edhe pse stërvitet mes Gjermanisë dhe Anglisë, Uldedaj vazhdon të garojë nën flamurin shqiptar. Me këtë triumf në Londër, Uldedaj jo vetëm forcon pozitën e tij në elitën e boksit botëror, por gjithashtu vendos një pikë referimi të re për sportin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Pas mbrëmjes historike në Londër, Jurgen Uldedaj ka folur edhe për mediat shqiptare. Në radhë të parë dua të falenderoj nga zemra familjen time, Zotin lart në qiell, skuadrën time të mrekullueshme dhe padyshim publikun shqiptar që më ka mbështetur që nga fillimi i karrierës sime. Është një ndjenjë e jashtëzakonshme. Jam i pari shqiptar që përfaqëson këto ngjyra kaq të bukura me një titull botëror. Shqiptarët e kanë në ADN luftën që nga frymëzuesi ynë i madh Gjergj Kastrioti, i cili u përball me perandorinë osmane. Lufta është pjesë e karakterit ton. Ky titull është vetëm një motivim për të ecur më tej sepse qielli është kufiri. Kur arrin në këto nivele, asgjë nuk është më e lehtë dhe asgjë nuk të jepet falas. Fal punës së madhe dhe përkushtimit të skuadrës sime me Seth Maura dhe Don Charles Jadolëm, ishte një rrugtim i vështirë por i mrekullueshëm, shprehet ai. I pyetur se çfarë përfaqëson ky titull për atë dhe a do ta sjellë në Shqipëri, Uldedaj tha: "Patjetër, ky është brezi i kampionit të botës dhe do të vijë në Shqipëri. Ky titull i përket vendit tim, Shqipërisë, dhe atje do të qëndroj. Pas disa ditësh pushimi do të ulemi me skuadrën time për të vendosur rapat e ardhshëm, mbrojtjen e titullit apo sfidën për një tjetër brez për të bërë kampion i dyfisht bote. Shqipëria më ka dhënë emrin shqiptar dhe për mua kjo është gjithçka."